Asalamu alaikum të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na ndihmon të bëhemi familje dhe më të mirë. Le ta dëgjojmë me kujdes nxënësën tonë dhe të mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja për ti është: pse është i veçantë momenti i iftarit? Bismillahirrahmanirrahim. Falemderimi i takon Allahut për çdo mirësi, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhamedit alayhis salam. Iftari është një nga momentet më të bukura të ditës. Pasi në ditë agjerimi, ne ulemi me familjen tonë dhe falenderojmë Allahut që na dha forcë sa agjerojmë. Në ato moment lutje pranohet, prandaj ne duhet të bëjmë dua për prindërit, familjen dhe të gjithë njerëzit. Iftari na mëson të jemi mirënjohës dhe të mos harrojmë ata që nuk kanë ushqim. Kur themi bismillah dhe hapim iftarin, zemra jonë mbushet me gëzim dhe paqe. Iftari nuk është vetëm për ushqim, por është bashkim, falenderim ndaj Allahut. Duaja e iftarit është: Allahumme leke sumtu e bike, amentu aleke te vekeltu ala rizkike iftartu. O Zoti im, për ty agjerova, ti të besova, ne ti mbështetëm dhe me frunizimin tënd iftari bëjë. Falenderojmë nxënësen Anila Osmani për këtë këshilla të bukur. Mirupafshi në këshillën e radhës. Allahu a pranoft agjerimin. Ky projekt u mundësua nga Shest Braqa, Elin Build Company, For Us, Gama Gradba, Tes Engineering, Ibro Electric, Don Camilo, La Gondola, Ensar Is, Kaj Vujqe, Aero Gradba Design, Podofix, Bilbes Gradba Doel, Furra Totaj, Sadik Ibrahimi dhe Orhan Asani. Zoti ju bekoft.